Një moment i mbushur me emocione dhe buzëqeshje ka bërë xhiron e rrjeteve sociale në këtë 8 mars. Në një atmosferë të ngrohtë dhe festive, vajza e këngëtares së njohur Shyrete Beluli, Gresa, ka zgjedhur një mënyrë shumë të veçantë për t'i uruar nënës dhe motrave të saj ditën ndërkombëtare të gruas. Përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, Gresa ka treguar se kishte organizuar një mbrëmje të bukur për nënën e saj, Shyrete Beluli, dhe motrat. Të gjitha të buzëqeshura dhe të rrethuara nga një atmosferë elegante, ato shfaqen të bashkuara në një moment që reflekton dashuri familjare dhe respekt për figurën e gruas. Në fotografi, 5 femrat e familjes duken të jetë elegante dhe plot stil, ndërsa në përshkrimin e postimit shkruhet: "Gëzuar 8 mars si zemra", një urim i thjeshtë por shumë domethënës që ka prekur ndjekësit. Fansat nuk kanë vonuar me komente, duke i uruar dhe komplimentuar për harmoninë familjare dhe energjinë pozitive që përcjell fotografia. Momente të tilla tregojnë edhe një herë lidhjen e fortë që familja e këngëtares ka mes vete. Kjo surprizë e bukur nga Gresa për nënën dhe motrat e saj ka sjellë një atmosferë të veçantë për 8 marsin, duke rikujtuar se vlerësimi për gratë fillon pikërisht nga familja. Ndërsa buzëqeshjet dhe momentet e përbashkëta flasin vetë, duket se kjo festë për familjen e Shyrete Beluli ishte më e ngrohtë dhe më e veçantë se kurrë.